drejtim vendosjes, I bjen që I ka konsumu të drejtin e saj. Edhe pastaj ka vazhdu të Abdullahu. Politikisht kanë kështu partitë të tjera me lujt. Në nshkrimet nuk ishin të domosdoshme, nuk I kërkon të askush. Marrëveshje ka pas. Më shumë si dëshmi për ta bindur presidentin për t'ia dhënë dekretin. Partitë, secila parti që atë që është Mund me binti presidentin ka nuk kërkohet me kushtetues kushtetuese që interpretojnë në shkrime to. 94, 95. Arben, si jep në institutin e Ka shkrimeve. interpretuar që në gjatë rastin Abdullahutit. Thotë duhet me kriju kriter që gjithsesi kriterin e përcakton për presidenti. Unë nuk më thonë që ka pas një kriter shumë të butë. Cili është kriteri? Një kriter shumë të butë që s'munesh me hudh poshtë. Po ideja tjetër, politikisht nuk kanë ditë me lujt asnjë parti tjetër. Ka mujt me sfidu presidentën edhe me propozu një kandidat, vetëm sa për të sfidu presidentën dhe me thonë ka dalë kush. Atë më u kërku një kriter tjetër. Drenori si e peti këtë? Kënë një koment, se shumë komod para që ka. është pragmatizëm politik, është një zgjidhje jashtëzakonisht e mëshme e Albin Kurtit në këtë fazë, sepse I ka sfidu shumë haptas subjektet politike të cilat e kanë pas problem emrin e tij. Pra, ai këto jo thot qartë, mos u friksoni se në zgjedhje kemi me shku. Nuk shkon në 2-3 muaj. Aman, s'po mdoni mu të bëjmë dikan tjetër, të bëjmë një qeveri kalimtare. Se ndore kanë kur duhin me rëzua beni. Qeverin kalimtare ka që dash me shku me pyt kam pëtoni me po ministrë. S'është fair, nuk është fair. Pro, po ju thot, hajde s'po qujmë kalimtare se pju dhem. Po e bojmë një qeveri e cila ka me kalu bugjetin. Ka me kalu ato marrëveshje ndërkombëtare. Pa ja shkojnë me marrëveshje, Xhavet. O pedi, po ti zotris po dojnë marrëveshje se janë bllokuar kur ju këtu marrëveshje Xhavet. Po çfarë marrëveshje po dojnë? Ke alternativë, hajde po në qeveri të bashkët I kanë në tema. Pse ke më bëj ka? Pse ky ka 42.3%, prandaj buxheti ja marrëveshje. Ai po në qeveri. Po shkojnë zgjedhje, po ne që kjo është zgjedhje. Po që kjo është zgjedhje, më shkon zgjedhje. Jo me bлеко. Po me shkon zgjedhje po na dëmtoni vendin, o dëmos. Kush vetëm të vendin? Po ka dëmë të vendin që bllokume. Po ka dëmë të vendin që ky që ka marrë që 9 muaj bllokume, kush e ka marrë 1 muaj me bllokume. E kanë marrë ta njerëz të që s'dojshin me ia votu kryesuesin. Tu më votuar. Kryetarin e kuvendit. Pse po marrëveshje politike tu më votuar? Po sot ja votuar. Hajde ka thënë ti pse ni kryetar kuvendit e ka votuar të ndosja. Jo nuk e nervoz, ja. Padrecia po nervoz. Rraf 5 minuta folës me prejë. Ja, jam ndërhyn këtë ndërhyn. Gjeje një kandidat për kryetar kuvendit që e ka votuar të ndosja. Gjeje një kryeministër që nuk ukon me marrëveshje politike që ka votuar të ndosja. Pse kanë obligim të votojnë? Dojnë marrëveshje politike sepse janë të vogël dhe nuk jalon shajt modhit që ja kanë lot tjerë. Se se voni modhi. O, shkojmë zgjedhje modhit, që nuk e ka ideja. Po ke problemin e buxhetit, ke marrëveshje ndërkombëtare. Po nuk zgjedhet as buxheti. 1 miliard euro se ke marrë. Se ke menuçet e kështu. Am lan me folta 40 ditë apo çora pi studio. Talëm të flas. Janë dëgjam. Ja po që mordh me u këtu, janë para shtetore, do ta mendimin tim se për sa më ka ftuar njëri. Si pikërisht, po. Kërkoj. Edhe ne jam pikërisht për me mbrojt një mendim ndryshe se sa ju. Po më veçetu. Se nuk jam fort i njanshëm si kur. Debat, jo marrë një anshëm s'ka ku me kohë ndryshe. Po mirë të ta dëgjojmë Drenorin se ju respektoj vërtet shumë. Të rëndë në mendimet tuaja. Jo, për një vesh më shupe i studios. Jo, bes ndërhyj, krye desa ta krysh ndërhyj. 8 muaj. Jemi në një situatë kur buxhet nuk kemi me pas, nëse shkojmë zgjedhje, kemi me rreziku rrogat të ushtarëve, policëve. Po veç kush ka fajsuar i për Po bollta është e kryona, unë shumë shej. Që më Kemi me rreziku. Po çetso os makishi. Po ta dëgjoj njeriu një herë një mendim. Të lim shkaktor. Os makishi, atë ndërhyrin një herë njeriu derisa të hedhë mendimin. A ka mundësi ta dëgjosh deri në fund, lutem? Po, 1 miliard euro rrezikohen 800 milion bashkimit evropian ndihmë për Kosovën dhe mbi 100 milion të bankës botërore. Keni parasysh kështu ku ka klasa jonë politike, ja ofroj njëri mundësin ma ideale të mundshme. S'po doni Albin, që s'jam unë Albin, hajde shkoj me konjusër, veç 3 muaj, ditë i krymë çdo punë, të qesëm pak në të rrezicit Farsane dhe kthehemi edhe i motëm fort. Po, kush po e vlerëson që është më idealja kjo?
me konstelacionin e 9 shkurtit, Beni nuk kalon diçka tjetër se s'kalon balans tjetër politik 9 shkurtit përveç se një fitore një subjektit tepër të thellë, e cila nuk përbihet mjallon ti eksperimentuesve atje që kanë mbetur me 17%. që pe bajin. Nuk është Angel. Sankcionet e Bashkimit Evropian. Cila 800 milionë, që ato që jena të izolum. Cila sankcione? Po s'u të vërtet më burr. Veç vërtet ose tuaja të vërteta. Se po vajtë tash, që Jo, s'po vajtë hiç. Veç po